Prokuroria e posaçme njoftoi sot se ka nisur verifikimet për kontratën e lobimit që Partia Demokratike ka nënshkruar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Verifikimet kanë nisur pas dokumenteve të publikuara, sipas të cilave Fondacioni Shqiptaro-Amerikan do të paguajë $250,000 në muaj për 2 vite tek një kompani amerikane për interes të Selis Blu. Prokuroria e posaçme ka nisur zyrtarisht verifikimet lidhur me kontratën e lobimit që Partia Demokratike ka firmosur me një kompani amerikane nëpërmjet Fondacionit Shqiptaro-Amerikan. Përmes një reagimi zyrtar, SPAK sqaron se ka nisur veprimet e para pas publikimit të kësaj kontrate, e cila do të kushtoj $250,000 në muaj e do të zjas për 2 vite. Kontrata e lobimit është e lidhur nga Fondacioni Shqiptaro-Amerikan dhe Continental Strategy, me seli në SBA me qëllim lobimin në favor të Partisë Demokratike në Washington. Është ky fondacioni që garanton se do të paguajë faturën në interes të Selis Blu. Kjo marrëveshje, sipas dokumentave të publikuara, është firmosur nga shqiptaro-amerikani Nurettin Seçi, që jeton në New York, dhe nga sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Flamur Noka në cilësinë e përfituesit. Vetë Selia Blu ka pranuar nënshkrimin e kësaj kontrate, por nga ana tjetër ka sqaruar se Partia Demokratike nuk do të ketë asnjë detyrim financiar, pasi sipas saj, ajo do të mbulohet 100% nga patriotët shqiptar në Amerikë. Në bazë të kontratës, kompania lobuese do të ofrojë krijimin e marrëdhënieve të Partisë Demokratike me aktor kryesor në qeverinë dhe Kongresin Amerikan për të lehtësuar zhvillimin e politikave të saj.